të kryesh namazin, pra ta kryesh atë në mënyrën më të mirë. Pra 5 kohët e namazit të kryesh me kushtet, me shtyllat, me obligimet e namazit. Të treja këto, pra shtyllat, kushtet dhe obligimet e namazit janë farz, janë obligime. Dhe nëse besimtari dhe besimtare i kryen këto, atëherë e plotson, e përsos namazin me anë të sunneteve, që janë të shumta. Qofshin sunnete me fjalë, siç është dhikri, siç është duaja, apo me veprime. Sepse sunnetet e namazit janë me dhjetra dhe me dhjetra. Janë të shumta. Wa tu'ti zakat, të japësh zakatin. Pra ta nxjerrësh zakatin duke e dhënë personave që meritojnë atë. Pra të mbash agjërimin e Ramazanit, i cili është farz, është detyrë. Wa tahujjul bayt, të kryesh haxhin në shtëpinë e shenjtë në Mekë. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Këto janë 5 shtyllat e Islamit. Janë 5 farza madhështore të Islamit. Pra besimin e Allahun, në adhurimin e Tij, falja e 5 kohëve të namazit, dhënia e zakatit për atë që e ka arritur, që ka mundsinë, ka arritur kuotën, agjërimi i Ramazanit dhe krye haxhit një herë në jetë është obligim. يظل يجيء إلى ربوة قال